Përshëndetje dhe mirë se u gje. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Për të pritur sot një aktor shumë të dashur, një aktor i humorit, pa diskutim nga më të mirët që ne kemi, por që edhe si pjesë të familjes Klan tashmë prej disa vite që shohim çdo mbrëmje në emisionin Stop që transmetohet gjithmonë në orën 20 në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur me të? Besoj shumë prej jush edhe mund ta kenë mësuar nëpërmjet titujve të lajmeve, të cilat u shpërndan me njerëz apo ngjarja ndodhi për arsye të një aksidenti, atij ju desh që të qëndronte në shtëpi dhe të anullonte praktikisht të gjitha shfaqjet, sepse ne jemi mësuar ta shohim të shkëlqej dhe të na kënaq pafund, të marr duartrokitje pafund në skenën e teatrit, ndërkohë që sapo kishte nisur një shfaqje ku ai sigurisht është një nga protagonistët dhe menjëherë ndodh ky aksident, një aksident i cili e detyron të qëndrojë mbyllur në shtëpi për një kohë të gjatë. Por për fat të mirë koha tashmë ka kaluar, ai është rekuperuar. Ne në ekran të televizorit kemi vazhduar të shohim në televizionin Klan, sepse ato pjesë ka mundur ta menaxhoj, por në skenën e teatrit ka qenë totalisht e pamundur që ai të rikthehet. Më në fund lajmi i mirë është që ai është gati për të rikthyer edhe pikërisht me shfaqjen Klani i të divorcuarave. Do ta shpjegojmë pas pak edhe do t'i rikthehemi momenteve të kësaj shfaqje, por le ta presim me shumë kënaqësi dhe t'ju urojmë edhe një herë të shkuara dhe t'i ketë lënë të gjitha pas. Genzenela, je presim. Gen, mirë se erdhe. Urut, faleminderit. Më duk si po vjen në majtë të gishtave si balerin sot. Po, më në fund të shikoj mirë. Më në fund edhe... Mirë, jam ke 97%. Ka kaluar, kaloj e gjitha, një periudhë goxha e vështirë. Ishte një ngjarje shumë e keqe dhe më prishi shumë punë. Por kaloj. Njerëzit janë bërë të fortë dhe i kalojnë gjërat. Unë mbaj mund që të shkoni, në shiheshim her pas here në Klan, kur ti, se është më i lehtë televizioni në këtë pikë, pa diskutim, se do mbulon dhe ti mund të ta bësh. Shumë impenjim, televizioni është më komod. Kështu që shiheshim gjithmonë dhe të shikoja me këmbën, me allçin, me patericat, sa e vështirë ka qenë për ty, por ti me një kurajo dhe me një optimizëm të jashtëzakonshëm. Ja dha guri sa se mbajti, ja dha njeriu të mbajti. Edhe çfarë nuk mbajti njeriu i shkret, është e vërtet. Falenderoj shumë që je këtu, turoj të shkuara, ndërkohë po dua të na tregosh tani për të gjitha këto që ka ndodhur në jetën tënde dhe sigurisht edhe për shfaqjen Klanit të divorcuarve që do të fillojë së shpejti dhe do të rikthesh në skenë. E kisha porosi nga Andja të vija me një varg të madh me hudhra sot në studio, sepse ishte... Pas ka qenë syri mendon, ë? Familjarë thonë po. Do ishte një ditë e bukur nëntori, data 5 nëntor, po shëtisja qenin. Tek parku Rinia, qenim, pane i qenë rruga në i maca, nuk e di se qfarë. Më tërhoqi, humbaj si ishte asë në celular, as isha krejt. Edhe se ta që është bërë celulari dhe kuretim problematikove dhe makinë. Edhe rëzom dhe thyej këmë në 2 vende. Do më të ti po të rishje qenin? Po nëzirja qenin shëtitje. Po? Bari i lagur, si shduket, pesha, nuk e di. Edhe i kam futur një ullërim që duhet jetë dëgju deri ke stacioni trenit, dhe më thonë, po ishte një thyrje të mërshme, dhe personi parë që morën telefon ishte Andja. As ambulancën jo, mora Andja, regjizori e shfaqjes. Sepse mundja të shkoj direkt aty. Andja i thash kam thyer diçka, Andja kujton se unë tallesh, se ishte ora 8:30 e mëngjesit. I thash kam thyer diçka, kështu që do të mirë po, për momentin unë ngrita në këmbë. Edhe po afrohesha që gjeja makinën, të lija qenin, shkoja në spital. Dhe kur fillova të ecë çal thash nuk e pas kam thyer. Kam ndoshta vetëm një tërheqje. Ja dorëzoj qenin dikujt, shkoj në spital ushtarak. E themi natë këtë që ndërkohë ti atë qenin e nxjerrsh për shëtitje çdo ditë do fort, po ja dorëzoj qenin dikujt sepse jo, ja lash dikujt sepse ishte e pamundur, ishte e pamundur. Ishte shkaktar që ti rishite? Ai u bë shkaktar. Me atë e ke i natë. Jo, për momentin asnjë natë dhe shkoj në spital ushtarak, reparti i ortopedisë më njohin, sepse unë kam qenë klient i shpesht, aty kam qenë pacient i shpesht, edhe sa po më panë përshëndetjen Tangendo, i thash, kam përshtypjen, kam bërë... të solli këtë herë. Po se gjerasin t'i përshëndes doktor Viktorin, Okej, patjetër. Fizioterapistën Angelën, Alketën, kryenfermierën të spitalit traumës, sa ato më kanë saldu një 4-5 herë mua, jo bryli, jo... e kupton, me motor. Edhe i thash, kam përshtypjen, kam i tërheqje. Qeshi, doktor Viktori, tha futu të bëjmë një grafi, tha ke 2 thyerje. Edhe problemi ishte të dëgjova kur më prezantove the u detyru të rinj shtëpi, kam qëndruar në shtëpi vetëm 12 orë. 12 orë? Sepse kam qenë direkt në stop. Do të thënë në stop ti s'ke munguar praktikisht? Pra jam operuar,
jam operuar dhe kam dalë direkt në stop. Wow. Edhe çunat e klanit më bën ca rampa me dyer me që të ngjitesh, ai ishte tmerr i madh, isha me 2 paterica, isha një siklet jashtëzakonshëm. Kërkoj falje edhe për Po. Shiko, ndërkohë që ti Rofen, le të sjellim pak atë momentin e lajmeve që u shpërndan, pasi ngjarja. Jo, lajmi është shpërndar një javë më vonë, sepse 2 vajza ke spitali ushtarak, teksa unë shkoja për të ndruar plagët, më bën një foto, pra thyrja ka ndodhur një javë para, po unë nuk e bëra publike. Okej. Me sa i mirë bënim humor në studio, jo të vun vida, jo ato vida që të mungonin, jo pateritat. Sepse duhet kaluar i çik me humor gjëja. Pa ata që se dinin ngjarjen, thoni vida zakonisht e kemi. E menin për këtë, po ne bënim humor me sa i mirin. Nuk është ndërper stopin asnjë moment, unë detyrohesha të vija, ti më ke parë vetë. Po. Madje teksa ti ishe nga ora 6:10 duke mbyllur emisionin, aty mrapa kalonte një siluet me paterica çk në studio. Për të futur në studia jote. Bile disa nga ato zonjat atje dhe më thonin, me zë, Kenti të shkuar. Për çfarë histori e fortë. Pas një jave ama lajmi u bë publik, ti që ka përshtypjen 2 vajza kanë qenë, 2 vajza kanë bërë një foto teksa unë futesha në dhe pastaj buçiti telefoni dhe mori gjithë fisi se vetëm mamaja e mori vesh. Mamaja mori vesh sepse më njohu nga zëri, siç janë mamat, ti e ke parasysh që unë në orën 8:30 pa çarek zakonisht çdo ditë i bëj një telefonat. Si është zgjuar, si është. Më njohu direkt nga zëri. Edhe çake. I thash unë mos u shqetëso, kam bërë një frakturë të vogël, po nisëm tha, sa ajo jeton larg. Aty më plasi vaj, pra u preka shumë sepse i hapa ndralla njerëzve, kupto genin bashortës tim ai i ra gjithë barra për të çuar kalamajtë, për të vajtur për të kryer gjitha punët, unë isha në shtëpi me paterica, fati i madh që kishim ashensor, se edhe kati 8 vinte taksia më merrte çdo ditë, më sillte në klan, pra filloi një siklet i jashtëzakonshëm për sa i përket menaxhimit situatës. Ja, le ta shohim këtë momentin e lajmeve, se na risjell pak atë historie dhe atmosferën e atyre ditëve që me siguri për ty ka qenë dhe një presion e shtesë që duhet ta mbaje. Ndjekim. Ti bëjmë në një këshu kësaj. Kishin nxjerr portale sot çi ka ndodhur Gentjazën e. Jo, ore. Treja. Sot e nxorën për shiqyr, se ka që i nxjerrin pa ndodh fare. Azi, kam Se s'bëjmë një këshu në këtu për shumë ti. Do ju lë gjithëve të shkruani çfarë doni. Jo. Ti që ta sqarojmë njerëzit që mos pyesin pse të ndodhi, si të ndodhi. Me datë kaq të filan. Jo. Ti shëtitje me qenin, edhe një moment vur çat qerxohesh. Bazë luftës gjatë. Po. Kur e sheta një vetën, thë, o zotë shqyqyr që iku ajo periuda, po e kalova, dhe pas shpine, pas krate. Mendova shfaqen, thash, o zotë i matë, pse ndodhi kjo? Shfaqja po ishte shumë mirë, sa po kishte dalë filmi. Po. Edhe ishte, gjithçka ishte, pastaj mendoja pse këmbën, më mirë krau se sa këmbën. Isha në kulmin e aktivitetit, atër isha në kulmin e punës, isha në kulmin e projekteve, në çdo gjë ndodhi kjo gjëja. Megjithëse kisha 2 vite që thohet duhet pushoj, dhe siç duket Zoti ma çoi me detyrim. Tashi pushoj. Pastaj ishte problemi ku do linim qenin. Qenin vendos, morëm një vendim si familje që ndoshta duhet ta largojmë. Pasi një moment Aida bashorte ime tha qenin që të ka thyer këmbën ty unë nuk e heq nga shtëpia. Edhe nuk e hoqëm. Nuk e hoqëm, zigi është pjesë e familjes. Dhe ai më duket se ati do t'i mbetit gjithmonë emri qeni që të ka thyer këmbën ty. Kush ai qeni që ka thyer këmbën ty? Ai është çapkën, është energjik, është natyrë shumë energjike dhe si duket ka parë në, nuk e di, një moment ishte ai. Por edhe një flutur të shikoj ai vrapon edhe. Edhe ishin këto kodrinat që kanë bërë te parku Rinia, kanë bërë ca si kodrina. Po. Edhe pas i thyva unë këmbën, vazhdon të ngelet mister për mua pse i kanë bërë. Për të ndarë zonat, besoj. Për të ndarë zonat, nuk e di. Edhe unë kam pyetur për këtë gjë në fillim, edhe çuditesha, po e di çfarë ndjej pse ato shërbejnë, se ti mund t'ulesh shumë lehtë aty në bar, sepse nuk je detyruar, nuk lodhesh siç mund të rish në shesh, kurse në kodrin e ke shumë të rehatshme. Unë ula, momenti kur thyva këmbën aty jam ulur. Jam me sigurt që ka qenë ulje shumë e rehatshme, sesa do kishte qenë votim në shesh fare, do ishe vrar në 3 zona, në 3 vende. Marë Andjen personin e parë, Andja sigurisht gjëja e parë që mendoj tha Gent mos u shqetëso, tha do ta anullojmë shfaqjen, në mu më vinte kaq keq, më vinte kaq. Shiko, kur ishin 600 biletat prenotuara.
dhe më vinte shumë keq për njerëzit. E kupton, njerëzit të cilët kishin bërë plane për ta parë, kishte ca që kishin ardhur nga jashtë, e kupton, kishte rezervime të hershme dhe më vite kaq zor thosha, o Zoti i madh, si do ja bëjmë. Dhe duke vajtur në spitali ushtarak, lusja zotit thoya, do Zoti është në tërheqje, të më bëjnë një gjë, të më mbërthejnë disi që unë të dalë në shfaqje këtë ditë. Jo, më tha doktor Viktori, ke 2 thyrje shumë simpatike, tha, kështu që ti futesh në sallë dhe operohesh. Pastaj operacioni i parë për t'i vënë hekurat dhe operacioni i dytë për t'i hequr hekurat. Pra ishte një siklet, më vinte keq për bashortën, për Aidën, më vinte keq për maman, sepse njerëzit kur një mashkull tani s'po e them me mburje, po është pak a shumë lokomotiva e shtëpisë, e gjithë barra i bjen pastaj bashortës. E kupton, edhe Aida them drejtën në këto sprovat e mia, jo thyrje, bryli, jo klavikule, jo gjëra, i ka dhënë rasti disa herë që ta marrë ajo komandën në dorë. Edhe unë gjej rastin ta falenderoj publikisht për durimin që ka me mua. Pa diskutim. Për kushtimin që ka. Vajza pastaj filloi pikturimi Allçisë, këto gallatet e tjera. Babi ma sillni. E ke ruajtur Allçin? E kam të ruajtur, i thoja më sill një gotë ujë, më sill këtë gota. Goca i gjendur kudo. E një tjetër e pika jote dobët në fakt. Po sa zgjati kjo periudhë e gjitha në Allçi? Kjo në Allçi ka zgjatur nga hekuri në hekur, nga vendosja në 2 muaj. Nga hekuri në hekur 2 muaj. 2 muaj të tërë. Pastaj kur hoqa Allçin ndjeva një lehtësim të jashtëzakonshëm, duhet filloj fizioterapia. Po. Në punë duhet vinim çdo ditë. Edhe ardhja në punë ishte muaj pare bëja me etapa. Ti e ke parasysh korridorin e klanit. Ndaloja ke sporteli këtu në fillim, pastaj ndaloja ke regjia. Të shikoj aty që po mbylli emisionin. Po esha gati, pastaj futesh në studio avash avash. Për të mbritur tek vendi, po. Sa i miri, ndërkohë materialet duhet zbrisnin poshtë, ti shikoje se u ngjitesh ato të lartë. Pra, po për fat stafi i klanit është një staf shumë i mirë edhe të gjithë aty më ndihmojnë, më ndihmoj shumë që ta kaloja pa vështirësi të mëdha. Bukur, bukur.